qyteti i mrekullueshëm i serenatave korçare. Korça është qyteti që të mrekullon në çdo stin, në pranverë me gjelbërimin dhe aromën intriguese të blireve, në verë me xhirot e gjata dhe kryqëzimin e shikimit tinzar të vajzave të bukura korçare e të dimëve lozonjar, e në dimër me atë bardhësi të argjend që të verbon. Jemi në Korçën e historive të lashta e të reja, në Korçën e traditave të mrekullueshme. Serenata korçare. Ky oazë shpirtëror ushton magjepës në çdo shtëpi korçare, e së bashku me historinë e traditat e mrekullueshme korçare, përbën një kështjell nga ku ka nisur fluturimi nëndrimtar në përbot, bijtë e saj emigrant të vjetër, por edhe ata të rinj korçar. Një pjesë e mirë e të cilëve, për shkak të shpirtit të tyre demokratik, u persekutuan nga regjimi komunist e u dogjën nga malli e dashuria për këtë princesë shqiptare të quajtur Korç. Kjo princesë ko pas kohe gjallon krijesat e saj. E njëri prej tyre është Engjëll Fidani, biri i kësaj princeshe, i kaldrëmeve, i blireve të Korçës, i vetë shpirtit patriotik e lirdashës të Korçës sonë, i cili pas viteve të dhimbshme në burgjet e diktaturës, sot jeton e punon i lirë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Michigan. Zoti Engjëll, mirë se erdhët në këtë emision. Kur keni ardhur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Përpara se të them kur kam ardhur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, desha të falenderoj televizionin tuaj për punën e mirë që bën për komunitetin shqiptar këtu në Amerikë, dhe nuk do ta mendonje që do vinje këtu në Amerikë dhe t'i jep një televizion shqiptar një intervist me ju. Në Amerikë unë kam ardhur në 2002. Kuptohet ishte një ardhje shumë vonë, duke pasur një dëshirë që në fëmini që ta shinje këtë vend. Megjithatë, më mirë vonë se kur. Sot unë ndodhem në Amerikë me gruan, me djalen, me nuse, me nip, me mbesa, po kam edhe një djalen në Shqipëri. Kështu që do të dëshironja ta kishe edhe atë këtu, se unë nuk i kam rritur ata fëmijë, i ka rritur gruaja. Megjithatë, Zoti t'i kërkosh t'jep. Cila është puna juaj që bëni këtu? Këtu kemi një biznesin tonë. Këtu në Amerikë i thonë apostër, në Shqipëri i thonë tapiceri. Ky ka qenë edhe zanati tim që në Shqipëri. Në Shqipëri nuk më dha mundësia që ta ushtronje mbas atij kalvarit që kam hequr,
Kurse këtu në Amerikë mu dha mundësia që të ushtroj profesionin tim. Cila është historia e familjes tuaj, zoti Engjëll? Historia e familjes time është e gjatë, si që është edhe jeta e gjatë dhe historit janë të gjata. Familja ime vjen nga një fshat quhet Nikolic në rrethin e Korçës. Të ardhur në Korçë në 45. Bile edhe më përpara se babai im dhe xhaxhai kanë qenë studentë. Babai ka mbaruar Fulcin, a ere qush shkollë e Fulcit. Kurse xhaxhai mbaroi shkollën ushtarake të asaj kohe dhe shkoi për specializim në Itali. Kurse babai vazhdoi studimet në Francë për ekonomi financë. Dhe mbasi u kthye nga studimet, ishte në dogan, bile ka punuar në doganën në Shkodër, dogana që lidhet me Malinezi. Të Hotit? Po, në doganën e Hotit. Ka punuar disa kohë atje, që ande erdhi në Korçë. Në doganën e Kapshticës, punoi dhe një vit atje. Pastaj erdhen ato përmbysjet të ati sistemi që ishte në atë kohë, erdhi sistemi ri, ku babai tim dhe xhaxhai përfunduan në burg. Kuptohet që ishin kundërshtar të ati sistemi, të sistemit komunist, kuptohet. Dhe përfunduan në burg, dhe babai dhe dy xhaxhallarët e mi. Kështu që këtu filloi pasaj kalvari i vuajtjeve të familjes tonë. Basi dolën nga burgu dhe babai dhe xhaxhai, njeri ka dalë në 54, njeri ka dalë në 56. U shtruan punën si pas atyre mundësive të tyre. Në Shënaj kanë punuar, se s'kan punuar në një. Kurse njërë xhaxhan e internuar në Lushnjë, ne ishim në Korçë, u sistemuam në Korçë. Koha shkonte, neve rriteshim, vazhduam shkollën 7 vjeçare të mesmen, kur isha një nxënës i mirë. Kërkova për të vazhduar shkollën e lartë, po të paktën ajo që ishte shefi i arsimit dhe një kristaj cepa, ma tha cop, djalë, shiko gjej në një punë se për ty shkollë të lartë nuk ka. Kuptohet dëshirat e asaj moshe, që deshim që të vazhdonim shkollën, kishim dëshirë të vazhdonim, nuk na u dha mundësia. Atëherë të them sinqerisht, ndoshta deri në atë periudhë nuk e ndjenja edhe aq llojin, mënyrën e atij sistemi, mënyrën e diskriminimit të familjeve të mira dhe të mëdha të asaj kohe. Me që nuk më dha e drejta e studimit atëherë dhe jam hedhur totalisht kundër atij sistemi. Kështu që sa vinte dita dhe më tepër e urrejnja të sistem. Çfarë kujtoni nga rinia juaj në atë periudhë, në atë Korçë të serenatave? Rinia ishte e mirë, sidomos për Korçën dhe për ne korçarët. Me ato mundësi që na lejoshin në atë kohë, se ka pasur edhe raste që na i kanë thyer kitarat pas kokës. Se ishin si të thuash gjëra që nuk i lejonte sistemi, sidomos serenatat që Korça ishte Korça e serenatave. Po megjithatë krijonim atë jetën tonë të qeshur, të gëzuar. Kuptohet, edhe gëzimi ishte i kufizuar. Kaloi ajo periudha e rinisë, krijuam familje, u martuam, kishim fëmijë. Mirë po vjen ajo gjithmonë, thash që mua vinte duke u rritur ajo urrejtja për atë sistem. Pra ishte origjina e familjes tuaj që juve ishit kundër atij regjimi, kundër atij sistemi,
dhe filluat që të gjeni të rrugët tuaja për të kundërvënë sistemit. Cilat ishin ato dhe me cilët bashkëpunuat për të realizuar atë ëndrrën tuaj të madhe e cila u realizua shumë vite më vonë? Po, kam qenë në atë kohë, kam qenë në Pogradec, flas nga vitet 69-70, në mos gabohem. Ishe në Pogradec dhe në mbrëmje dola të shbinje nga Pogradeci për në Korçë. Ishte erë dhe po vinte një makinë nga Pogradeci për të kaluar në Korçë, ngredorën e mbajti makinën IPA në atë makinë. Kur IPA në makinët, ku shikoj në ajo shoferi, në kroskot të makinës kishte vënë fotografinë e Titos. O, thash, pas kam i për gabim, më falë të zbres. Ajo ishte një makinë Macedone, Jugoslave, që vinte merte tulla në Korçë. Që kishin bërë një marrëveshje që vinin nga Macedonia, merrnin tulla në Korçë, fabrikën e tulla. Po pritor burë tha ju se edhe unë shqiptar jam, më thotë shoferi. Shoferi ishte Macedonas. Shqiptar nga Macedonia? Shqiptar nga Macedonia. E dia vlla që je shqiptar, tash, po neve shqiptarët për shqiptarët jemi bajruqën me njëri tjetrin, tash unë. Prandaj më mirë të zbres, as ty nuk do të hap të lashe, tash, po më tepër nuk do t'i hap vetes time. Jo, tha, mos zbrit. Kështu që më erdhi dhe zor të ul një vete naq tepër dhe vendosa të udhtonje me ata për në Korçë. Thash, nuk na pa njeri errësirisht. Unë nisëm për Korçë. Duke ikur rrugës shikoj mbi kroskot një libër shumë i vogël, i botuar nga Organizata e Kombeve të Bashkuara, të drejtat dhe detyrat e antarëve të Organizatës të Kombeve të Bashkuara. E përkthyer në shqip. E mora atë libër dhe i thash, nuk do të kërkoj asgjë, thash, dua të ma falësh këtë. Ti që e ke gjetur këtë mund të gjesh edhe një tjetër, thash. Po, tha, me gjithë qef, merë. Dhe ma fali. Gjatë kësaj kohë arritëm në Korçë, zbrita në unaza e Korçës, ai shkoi për gatullat, unë shkova për në shtëpinë time. E marr dhe e lexoj atë. Në atë libër, e nëse do t'i bjerë njeri në dorë ta lexoj sot që po flasun këtu, thotë të drejtat dhe detyrat e një qytetari që është antar i Organizatës Kombeve të Bashkuara. Ku në te, ishin ato që më interesonin mua më tepër, çdo qytetar i Organizatës Kombeve të Bashkuara, shtetas i atij shteti që merr pjesë në organizatë, ka të drejtë të protestojë kundër sistemit, ka të drejtë të kërkojë të drejtat e tij për fenë, për idealin ose bindjet e tij politike, e të gjitha me radhë këto. Ishin 16 pika që mua më interesonin. E marr këtë libër dhe ja u jap këtyre dy shokëve që ishim në grup. E i them, lexoni një çik, cilat janë të drejtat dhe detyrat tona. Kur e lexuam atë, do me që edhe kushtetuta e Shqipërisë këto i lejonte me shkrim. Cilët ishin këta shokë juve bashkëpunonit? Ishte Thanas Qeleshi dhe Dimitër Zguroja. Me ata kam rënë në burg bashkë me këta. Edhe ata kishin probleme? Jo, të dy ata vinin nga ishtresë me prardhe komuniste. Ata njeri ishte, Dimitër Zguroja, ishte pedagog në pedagogjike në asaj kohë në Korçë, ishte pedagog edhe jepte marksizëm. Kurse Thanasi vinte nga një familje me vlla dëshmor, po vetë kishte bërë një burg politik 3 vjet. Kishte mbaruar normalen e Elbasanit, kurse Zguroja kishte mbaruar universitetin.